Jemi në një moment tjetër që kemi paralajmëruar dhe në fillim larg politikës që kemi folë këtyre ditëve dhe ka qenë e pamundur me këtyre zhvillimeve. Tashmë është momenti për dashuri, për interes, për paron, për Shën Valentinin, mirë që sot s'është. Sa shpejt erdhi interesi mas dashurisë. Që nuk i ra, po ndërlidhen ajde. A ke po kush do që flet për dashuri, interesi është aty në pyetje. I përbashkët. Ardita rikthehet në Kosova Live, mirë se erdhe Ardita. Mirë se ju gjitha. Se ka qenë pak në zonën këto ditë me do emisione tjera. Edhe nisi ka një parë rikthimi, nis mirë se erdhe. Mirë se vjen. Zoja tashmë Unë sot jam Zoja, jam Valentina. Valentina, okej, unë Valentini pra. Mirë se erdhet. Nëse Shën Valentini po e para, kështu një lloj ndjesie që ju sjell Shën Valentini, nuk e di, a e nisëm pak pjajtë se nuk kam. Kalojmë tek Valentina. Tek Valentina, po. Na tregoni pak, domethënë, a ka një lloj ndjenje që ju krijon Shën Valentinit? Okej, edhe nëse ti nuk ke një lidhje, ndoshta mërzitesh. Ja nisi kaq tash. A është kështu javë dashurisë, a e vren që njerëz shprehin më shumë dashuri, të e di që është Shën Valentini afër. Valla më thon drejtën, unë as që jam të e një, as që e kom një ndonjëherë, jo për ndonjë sem, po nuk është. Unë mendoj që njerëzit duhet mu dash çdo ditë, duhet mu dash edhe në ditë pa ngjyra, jo veç kur ki ngjyra, mu dash edhe në kohën kur jo, s'është klishe pse, duhet mu dash edhe në kohën kur je në momente të vështira, kur je depresiv, mos më thon, por kur je ashtu për tokë, çdo ditë të mundshme, jo veç në ato ditët që janë shënume për ditën e të dashurumve, që a ditë se më thonë drejtë mu më kishar marrë me dalë për 14 shkurt, me angër një darkë me najkan, se i ki edhe ditë tjera të vitit, e pse bashkë që a ditë me dalë me ditë krej shka i ka bërë, me ditë që shvijan. Po, du të mu dalë çdo ditë, jo veç një ditë. Enes, pa reagimi do me thonë. A ka na i lejtësi? Fillem është për anisim për një historiku të shkurt për Valentinin, njarës të 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 Ajë se këtë mine ledzojnë që është që GPT. Jo, poenta është që, jo, Amer, poenta është e nisi të jetë 2-3 opcionet është. Po, jo, arsyeja është që masi ka egzistu dikur në shekullin 3 një personalitet, i cili ka qenë Valentini, i cili ka qenë preft, edhe njihet që Shën Valentini është fest krishtere. Edhe në momentin që në atë botë, personi i cili ka udhëheq, ka thonë që njerëz të cilët janë të martuar, nuk japin forcën më të madhe për luftë, po vazhdojmë me këta që janë beqarë. Çka nën kupton me këta, ai mshehur aze i ka martu. Po, krejt në rregull është historia e Valentinit. Edhe në fund, në momentin kur e kanë ekzekutu shkaku i qësaj që ai e ka bo, i bjen që ai ka dhënë një mesazh shumë të fortë. Me datën 14 shkurt, ai është ekzekutu. Mirë po mas një periudhë është gjetë gojdhëna të flasën, se na jena sa shekoj 18 shekoj mas qasaj që ka ndodhë, po historia ka qene, është e shkrume, s'mujna me ndryshu, ka qenë i letër edhe e ka ljanë për vajzën e erojës e Burgut. Edhe ka shkru, unë jam Valentini ytë. Mesazhi ku po du me dalë unë, është që një jetë, një sakrific, një preft, i cili betohet që nuk ka me kriju lidhje ose nuk ka mu martu në jetën e vetë, dhe mesazhi është kë. Për një jetë, një datë. Unë jam shumë kundër kësaj date. Edhe pse mesazhin unë e kuptova ndryshe, të fortit luftojnë, të likë dashurohen. Jo, për faktin që Valentini është simbolik, është shenjë, është një ditë, në 24 orë prej 364 ditëve tjera, nuk mund është ti me një datë me caktu, me dhonë gjithë shka. Atër, se na pëlqen të të marë se Enes, cilin e festojmë krejt, kemi dëshirë mi bledhë Po veç dashni ki për nanën çdo ditë, apo? Po në fakt edhe të të marë se edhe aty është një loj... Veç të para se me vazhdu Ardita me nëjë komandë. Po se Arditës po du me ja bo lidhje në fakt. Poenta është veç po du me dalë këto. Nëse një jetë e humbër për një simbolik, festosh në Valentinin çdo ditë. Kur ti e gjendjen shpirtërore me partnerin, kur e kin përballë një person i cili në të mire në të keq, të kupton, shija Valentin çdo ditë. Po ku me mujt me shiju Valentin çdo ditë, o Enes. Këtë jetë dinamike. Ardit, kur ke qenë herën e fundit, te ke bën një deklarat që edin, do më thonë është gjithandej edhe mbi 1 milion është shikime, ti ke thënë paraja ta hek depresionin. Shën Valentini, ata bjen depresionin ata Shën Valentini është fest e bukur, simbolike, po unë për veti nuk e festoj, se jam muslimane,
Këto tash. Edhe, tashti. Nuk e pretën. Qa ka me kisht? Tashti, për një natë, do me thonë dashni nuk matët me 14 shkurtin. Qofse do një njeri, do është edhe ditëve tjera, dhe Shën Valentini sërvisht për qeft, është edhe për dashni për vetën, për fëmijët e tu, për nanën, babën. Qka e kanë lidhë veç Dita e Këtë rast po është me Okej, po, qka 364 ditë tjera, që jetë mërë nështa, e në qatë natë, po të regosh gjentel ose gjentelmene. Po për që të thashën e m'vjen marrë me dojnë me festu Shën Valentinin, edhe kur i shët qitë, se nështë krejtë kohën e ka një mardhonje tepër të keqe, tepër toksike, edhe që qatë dit i vlerësoni nxjerrin a për dorë ka drejt, ka marrë dhe mi pa. Po pse, ti duesh gjatë gjithë kohë, gjatë gjithë vitet. Okej, është tani mirë. Lullet i qesi në për Instagrama me dhe me që sta lullet nga kanë ble neve, aja kanë ble vetit. 100%. Kështu që e vlerësoj atë sen, nëse i blen vetës lullet, ki respekt për veti. Për nëse ti ka ble dikush tjetër, atëherë ti vlerësh mu. Ata që dhërojnë lullet, ma mje mos me dhëru. Mu për veti, as mos të nes me lullet. Lullet vyshka, një vete kam Me qka mu nisët ti Zoj? Me shka doj, po me lule jo. Me lule jo, shka ka ajo, lule e një avdet gjallë që aty, a ju i ta si u i ta si gjumë bëllë. A, disha ma shtrejta. Jo, loqka. Faleminderit, një katë ma poshtë. Shtrejt e dirë, esenca është qëtësia shpirtrore që shpe kuptoni që ta. Gjësia shpirtrore, po lule, në momentin që ti përbale ki një person i cili ta kupton botën, po jo lule, me dhe bugatin, o zgjem shpreje bre, heq s'ki nevoj, heq kur gjë, ma mirë knaqësi. Kur e ke festu për e fundit Shën Valentinin? Kur? O t'je muslimon. Po... Se festoj, su që i qdo ditë e kohë Shën Valentin. Kur ka arë një dhurat për e fundit për Shën Valentin? Cilin vetë? Për Bajram. Dhurat kam pru edhe shoqet për Shën Valentin, edhe fëmijët e mi, kështu që për Shën Valentin. Për Shën Valentin, okej, vitin e kalum. Vitin e kalum, okej. Zoj, që shë e ke festu vitin e kalum Shën Valentinin, është një pyetje? Valla, vjetë. Jo, s'kom harru, jina kanë në Tiranë me shoqe, edhe u kanë shumë fani, se na ata ka zë qytetësoria, kena kohë. Kena kohë po shkurt verit. Jina shku në kohë në Shën Valentinit, edhe na veç për qef jina mbledh qikat, edhe atje kishin si traditë me t'jap lule për mu njoftu atë në komunikacion, edhe na se kena dit, edhe na si lezënjoj në atë Kosovës, tash prapë në, tham, o sa mirë, sa romantika, për Shën Valentin për na dhurojnë lule, po jo pëlqejna, u kallën për ne u tranun. Të nesër më në dhe mas nesër, prap, ata të njëjtën metodë, kur për nga kalzojnë, thanë që të bëjnë gjithë dhe ditë. E pas ka Shën Valentin gjithë dhe ditë. Një të vlerësume. Kisha ati për neve, se i na shku në Tiranë, nuk kallën. Duhet të një e vlerësume prej luleve. Ta si e një farë njësie të mirë. Ama për shamë juve dhe shoqve ju ka arë një farë ndjenje mirë, një farë njësie mirë që një këpritja. Ata se këshim pas për neve, këshim pas për krejt, po... Vetëm se pavarësisht që jeni shumë kundër dhe një pjesë e mirë është kundër, kur vjen Shën Valentini, është një lloj presioni, që e ki që do për një dhuratë për një... është simbolike. është simbolike, është e bukur. Po dhe simbolike, po është që këlloj presioni që vjen. Po e pëse më ta pru një dhuratë me 10, me një shkort, po me 14. Po Zoj, ta bim edhe me të parën, edhe me të një mëdhejtin. Po lidhës për një shkurtin, nana jam i ka vestu 70 pranvera. Oke, unë i kum ble dhurat, ama unë menoj që gjdo dit është dhurata ma e mirë njëtën tem. Edhe pëse është nana jam që ka festu ditlindin për 70 djetore me një shkurt. Gjdo dit mundona të pak të në qatë busqeshim ja këthy. A ka Valentin, që kërës Valentini gjdo dit? Po, ajo kujdesi, po, ta është për qifte, për kësi, për gati të vlakret janarin e ki, bëma një dhurat me të parin, pa që plan, musë për të 14. Ajo marrë të qishë më shumë të patu i ble lullet. Që nuk merë dhurata dhe ditëve tjera, po qatë ditë është si një lojë rikujtime që i një ditë sa mashku dhe ti vjen marrë me shku me ble lullet dhe me ble dhurata. Me mishtin kërë me një herë. Po, se vetë me pa kush mu me lullet ndorë, adin, të i ble, të i të shu dikuj, po blej. E njësa ka ndru pakja, se nuk ndoke që ka ndru pak. Ka ndryshu. Po, temencia e mashkujve, po ka ndryshu. Së është kur gjë me shprej dashni. Po ta problemi është ashtë se nuk po dali me një busqet, po dali me 2-3 busqeta për lullishtës. E tani nuk po dhjemi, po do për malit e motrën, po për qik tezës, për qik dajës. Ku po shkojnë? Kur për shemë shkojt tuba që ka që me lulle ka e një njësë, vla. Ku po shkojnë busqeta tjera?
Nuk e di, valla, mu s'po m'vin. Te, nështë busheta tjera të gratë dyta. E tani jo, valla, s'na vjen marrë. Sinqeresht, adem që të tema ja ka njësë kogja. E nisi, u dosh sot me menu që i ka me 2 femna që të dhe me na pru Lulja, dhe pësë në zdu po hajt. Një të rëndafil, e kësha pranë. Po s'ka der, njësë na nuk jena. Në gjam, para prakisht në sështë që e komendu. Ta shtu i dhnova. Jo, sinqeresht e kam. Komendu, keksa me ju pru, me në gjyrë të kuqe. Interesant. Thjesht, veç një simbol. Si se ke pru, mos nga trega. Ose ko marrë gotën e dhave me vetimi. Jo, zoja ti gjykoj ka. Jo, zoja ti gjykoj ka krejt. Po vina më përfundim që shtojnë përgjithsi meshkujt, ma mirë a hatë kujtë Jo, adi pse thash nuk i kisha pranu keksat. Ma mirë vajtë. Adi pse si kisha pranu. Adi të me ta dhurova një keks. Jo, Amer, adi pse si kisha pranu keksat. Se thash se... Për mboni muni mira. A përshaj e vlerësaj. Jo, thash keksat nuk i kisha pranu se ko marrë gotën e dhave me vetimi. Ja, se s'kena na nuk kena që ashtë njerës të kompleksum, na mas i dalim që të jena abden me botën. Ama, Ardit, se po hapni shumë tema për cilat pak edhe ka drejt e nisja, dhe që qatë shumë diskutohen, po realisht tash jam pjesë e kësaj shoqërie, s'kemi që më bo, për këto diskutohet. Shambull, kush po dashuron, kush po e shprej më shumë? Se e nisi tha që po vim në një pikë që djemë të thonë më mirë krytërat, po në fakt edhe vajzat të thënë këto, së se thonë edhe vajzat. Kush menon që po e shprej dhe po dashuron sot më realisht? Më shumë? Okej, femrat. Mashkojt. Femrat. Hajde, pse? Përballuni, pse? Unë me nisin, mashkojt. Ti me nisin një, okej. Arsyeja është se mashkuj jep gjithçka prej vetës. Femna është pak ma ndrojtën, abden mendon se në përgjithësi femna qenë ma detajiste, i këshiri ma shumë detajet, qa më tha, qa më boni, pa një qaj është se femnat hinë ma thellë, hinë me psiqik, me emociona. Dashuru, i handrejgjë me pak fjallë. Do më thonë, je këndër, apo? Jo, a dojnë a dashurojnë, cëllën? Ardit, pse mendon që vajzat gratë në përgjithësi femnat? S'pedi, do këtë që ma te për e shprehin, është ta jënë si njëjtë, po femrat e shprehin ma shumë. Po që po dalim të qaja njësit që tha jena ma detajiste dhe jena ma të përfshime, ta shune po njës nga privetit, në momentin që pëlqen dikush përfshina në të bi që shto me kry, edhe mas ne e ho vetë, edhe menoj që po femrat hinë ma detajesht nëse kyqish me të emocionalisht, e menon është tanitarë me të, menon ma shumë sene, hinë ma në detaje edhe me shkujt korose që nashta e kam vishë për një periud kohore që e menojnë me një femën, mas ne a e lëndojnë, as e lëndojnë nuk janë in. Po. Plus tash roli princeshat që kanë marrë nuk përfshihen. Është bre esenca aty që s'po marrë vesh. E ku është? Që na kur gjo s'po marrë vesh, ka s'po marrë vesh. Tregoj Enes që dashuria s'është me kalkulime, që është një... Nuk ka gjaps aty. Na të fojë për kalkulime, na të fojë që meshkujt nuk përfshihen shumë në dashuri sa femra. Do më thonë, po vina në pikën fillestare, në pikën 0 që po thonë, nuk është veç shumë Valentini. 365, o një jetë bre për një famën. Po mirë, që ata bëj një krasem. Ari gjithë shka një jetë. Jo, veç pak ta bëj një krasem pëse. Ta është një problematik tjetër, sepse me shkujtojnë femrat jo mbo materialiste. Se u lidha, materialiste. Jo mbo, tash, qysh një mashkull, postën 10 kere që i ka, kër e qëtë bëtë ma blogerë se femna. Shka ka me po femna tjetër? Po ti s'po postën tjetë postojnë. Gjene bre, personin adekuat njetë. Nëse një mashkull nuk në gjendje me këshu një femën me mësu për ta ma detajesht që është shpirt një është emocionalisht, që është muhabeti me ta, nuk i interesan, se du t'mi interesu femën. Kjerët i dojnë femrat, realisht, është vërtit që ju... Kjerët i dojnë femrat, a më mostojnë tani që përna këshirin për fore. Për në fakt, a i kjerë më në të mukon me rent, ose e shpin me tula alo, aden si vërpora. Do më thonë trapo vina në pikën e njëjtë që jena të qyrë kanë sanet materiale. O, nuk janë sanet materiale zë qka një jetën e nuk janë materiale, po me shkuj
dalin të ato pikat që femrat pikëshyrin për pare, po meshkujt a kanë po vetën qysh janë me një rrëth, kur i kanë shok të pare li që shfryjen me sanet të shokve. Se femrat tani duhet me gjyku femrën. Se do shme shku, shko për Jo me pare li, si na të folë për pare li, na të thonë që meshkujt nuk dashurojnë, që unë jam ka ta spjegoj, që na të thonë që meshkujt nuk dashurojnë aq, jo nuk dashurojnë aq, për arsye se ju thonë femrat jeni materialiste, i këshyni djemë për pare, nuk dashuroni, po dashurojnë, sepse ata janë të ndryshëm. Jam të folë në përgjithësi. Në përgjithësi, sepse na i shohim çdo ditë përballemi me shtëpi, shka hekin femrat me meshkuj. Femnat hekin me meshkuj? Po. E meshkujt me femna? Shka hekin meshkuj me femna? Detyra femnës është me dash, me të respektu, me kone brisht e but. 2 minuta panol, para menu me pas... Argumentoj e tash ti të kundër. Qëto është problemi, qëto problemi se mashkulli duhet me ta nxjerr feminizmin që e ki mrena dhe mos me të lanë me fol 2 minuta, po me një fjallë me shumë. Tash para menu, ti shkon tema që jemi këtu e diskutu sot. Ma e but, ma me ledhatim, ma me knatësi. Që 2-3 herë ka shtu të ledhatu. Apo, asko. Shumë bre, ka dole besë. Po që, ta është problemi, unë nuk e di. A i dojnë meshkujt femrat që janë ma të gjolla, ma të meqme, ma që bojnë debata, a i dojnë ato që rrinë ma të shukata. Unë nuk e di ka janë. Që të ka është të rëndësishme në të gjuta është ty, veç po thu që është kritë kundër të asaj që po të të zoja. Qetësia shpirtërore, knatësia me një individ. E kush po ta këshyrë sot qetësinë shpirtërore? Po ty s'ta këshyrë, mu nështë ta ma këshyrë. Së s'ma këshyrin mu? Po nështë ta mu ma këshyrë. Po duhet me ma këshyrë. Po kira nështë ta në personin e gabum. Po duhet me ma këshyrë, pa marrë parasysh, nuk jam të folë veçën, jam të folë për krejt. Nëse kira në një person të gabushëm, largo. Normal që duhesh me largu, normal që duhesh me largu, po në përgjithësi meshkujt nuk këshyrin ma ty, a je qetë, pse, nëse një moshkull e ka një femën qetë dhe turtët, po kjo është budallicë, është e urt, vëlla, a i bëj shka du. Po që është shprejë, nëse ka një femën që është ma e gjallë, që është ma e zoja, unë më shtyp me ta. Unë më shtyp me ta. Qa e gjalla, qa ko ka si pas tje? Unë e menoj që moshkullit i vyj një femën, okej, që është e bresht, është e qetë, po du të më kanë edhe pak e zoja vetit. Jo, ashtu me nejt e qetë edhe mi thonë amin shka të qëtët. Se mas nejt marin se asi tipke që të s'folë. Jo, është ideja që keni mendime të ndryshme. është shumë rëndësishme me dëgju ti që ka mendo, me që po thu që është e kundër të asaj që të këtë punit është mendimi zojës. Po se cile ka mendimin e vetë. Po, unë e vlerësoj në jetë, konsideroj që qelësi i suksesit të një qifte është thjesht përkrahja, qetësia shpirtërore, komoditeti që e ki edhe rahatlëk. Po mirë dhe me pas qitë komoditet, qitë rahatlëk, nuk banë krejt këto ndarje që janë të banë. Nuk përfundojnë në atë pikë. Nëse janë krejt qiftet edhe rahatlëk dhe me shpotu, nuk përfundojnë në ndarje dhe nuk përfundojnë që shte e roste. Me desh dikan, me desh taj ty edhe ti ata për mu një rahat edhe gjithdo stanë në regu. Qka nuk po funksionan sa dar dit? Qof nga përvoja tua, qof nga qka për të zënë? Për para ma kanë dit me desh njerës, ta është e vërtet që interese. Edhe influenca për njerëzve tje. Po, interesi prej të dy gjinive, nuk po doj me i nda, Po, edhe lakmia. Ska dashurisët. Që shumë gabem. Shumë gabem. A ka ma knatësi se me pas afër një person i cili ta kupton botën? Faleminderit e nesë. Qa ka fësia të thëmë? Ndija me vlerëstuar. Jo, po e në tarë që, po një me, kur ta kupton... që kjo është që dush me mnjohë, për me ditë me thanë që kjo është një vlerëstuse, edhe unë ti me kone e qetë, jo s'po tamë, po kështu po thamë që më thonë para prakesh. Jam shumë e qetë, jam shumë e urt, jam shumë delikate, jam shumë sensitive, jam... gjithë shka. Po, vetëm e nisë, tash është edhe kjo tjetra që ne shpesh në drejtohen tash më meshkujt, që meshkujt janë bërë si princesha, kjo termi tashme i stërdëgjuar, dhe pak s'po konsidon, do më thonë, s'po lidhet me këtë që po e thotë Zoja tash. Zoja, a janë bërë meshkujt princesha, jo? Po jëmë bërë, vëlla. E vërtet, jëmë bërë. Sepse ma herët jënë ka në gjendje nëse ju ka pëqy. Se shkjo ka mu ka pi përget si gjatë. Unë jam gjithmonë për ato që mashkulli është mashkull, duhet me të respektu, me djersu, me dasht. Nëse ti që ato nuk i merë prej një mashkulli, shka ki, po, fal. A i do një vjetë dhe mas një vjetë i kita në Po jo, se që ashtu janë nisin, e mojnë dika 1 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë, ja hupim vjetë dhe dhe mund qau bela jo. është hypë se dvrava, është drypë se smita, adim se. është realitet, është e vërtet. Realitet, po e vërtet. Vesh në momentin ku na jetojna një jetë, që për thëtë Amiri shumë dinamike, në momentin kur një mashkull jepët shumë qka për
në bazë teje, kërkesave tua e bla bla bla, pra po dalin të princesha. O jo, se kërkosh po të të konë të pak, ti me qifi, me unë gjitë dhe me konë të pandasha. Zoj, je pasi Benita. O me thonë që ato që po du së po më qatë si ma të egrë, nuk jam e egrë. Zoja është shumë e butë, shumë e larkolike. O valla po, unë e po thonë, në momentin që ti ki respektin, lërsimin, ty vetë si femën bën me posa qëtsin. Po thonë që je princesh, për mashkull. Po, sepse një mashkull sot nuk është në gjendje. Jo, se më ka dalë kundër fjallëve të mija, sepse nuk është në gjendje me duru edhe me ba mas dikujt që për një me din që ja vlen. Kjo nuk është veçton, është po thua e se të gjithë se cila femën të cila të ankohen. Që është shumë gabim. Po shumë gabim, që e pra që e Jo, nuk po thamë që s'janë edhe ferma, se edhe fermat janë fajtore, se na qitojnë atu jetu dhe e dim se shka është të ndodha, ajo gabimi është të dy anë, po në momentin që ti peshe një njeri që ja vlen, bë mas ti. Se që e normal që ka me të këthy. Po jo mas ti, dy persona janë në jetë, veç një sekund falë, janë dy persona, bardë zë, apo? Njani do të me po për tjetën, tjetëri për tjetërën. Nuk ka një, gjithmon një jo, gjithmon dë. Se nuk do të me pri gjithpi. Për qatë arsye edhe shumë shpesh kur masi po diskutohet pjesa e divorceve, do më thonë më ka bo. Më falë, e ky që ka bo? Po që ajo është që nuk e merë atë sa jetë. Gjithmon prioritet vetën, ka dali si nështa edhe ajo të vujtë për diçka. Po e vërtet, po që ajo është komunikimi? Komunikimi është qelsi i gjdo problemi. Në momentin që janë dy qifte, marrëdhënia është e përbashkët. Unë t'japi ti mjep, në momentin që ti mu nuk mjep kur gjallë, dhe unë e shkri vetën për ty, ku është përfundime? Edhe në fund princesha, për. Po, Ardita, prej ka rjedh kjo djem që më bo si princesha? Prej ku po mendojnë që se për njerë u bo trend? Se pas tani thuj, ma mirë thuj. Po, se jo bo princesha, se ma herët, vishë dhe që të zahët, meshkët jo bo princesha, se ma herët ka ndollë, ka luftu, ka maru shpia, ka maru shorë ndërtesa të doja, sot dirti të në është me pagu snapin, mi qelë në gjysë aty fjallët, me këshu shka u ka bo, dhe më thonë nuk janë të interesun për një jetë normale. A disa qika është që është shumë qike mirë, që dojnë një jetë normale, një jetë të lumëtër, e lypin rati. Problemi është që jetë të përgjithsu, nuk janë krejtë. Kategori e njerëzve është. Në aljam një Do më trefime po du me shku. Unë e kriterve si princesh s'pe kuptoj që si princesh që i trajtojnë gratë mirë, ma herët gratë janë trajtu si princesha, kam pas ma shumë vëmendje për i meshkujve, tash po thot që meshkuj për e kërkujnë paka shumë qatë vëmendje si e kanë kërku femnat ma herët. Po. Ma e qësaj kom kuptuane si term. Po dhe se tash po ka ma shumë femra, se cila ma e mirë se tjetra. Po edhe mashkujt se cila ma e mirë se tjetri sa i përket asaj. Po femra është femën, prapë është kres ma e bukur. Po apo dojnë mashkujt me qenë ma të ledhatun prej femnave, po dojnë pak me lujtë edhe ata të vështirin që shë ka bu femnat. Vështirin e pak ma... Lotëm të mua, dhe nuk i ke shkru mirë me në gjashë, nuk i ke shkru të të princeshe se me të ardera njërës, a i shumë bre, pasha zotin shumë tema. Jo, mashkulli është natyra, mashkulli që duhet me i shkru femës pak mas. Dhe i momentit që thu, me kanë luftar, me shkun luft, me bo ndërtesat mëdhaja, me kështu. Po, e sot shka të bakë, së së shkryt e të muane me shkru. Si pas tjere që ta në burra, po? Burri vlerësot në mënyra tjera, jo në atë që po mendani. Në qarë mënyra? Po në këta. Për shambull, unë nuk të më shkru sot, ti mu të shohë që dhe më thu, prita me më shkru te. Po princeshje. Më materialist në këtë momentet të themi, konsideron janë meshkujt apo... Materialiste. As njani. Oke, unë menoj që femnat janë materialiste, femnat e Balkanit, sidomos, se s'muj me qujtë ato të Evropës. Pse vish femnat? O zoj, femnat Kosovë, ma tepër materialiste. Jo, unë menoj që edhe meshkujt janë të tillë, nëse një mashkull dhe në gjeni me shku me marrë një kërë rem, për me nëzoni femën. Kush me bje materialist? Ani, da e dërë me mashtru që ato që është materialiste. Se du të mi thonë tani femnës që je materialiste. Së më thonë materialiste këtë pjesë. Jo, se mi thonë për ti, kur ti e të rejt, ti e të shku. Në momentin që ajo e vendosë për një qëtësi shpirtrore, atë njëri nuk e shë. E shka kampanjën e ty që e merë kjerin matë mire dhe vjen ti me më pa mu. Ku fa jem? E ti pëllak më na? Jo, s'pëllak maj, po ku fa jem? Dakmitare, do më thonë. Jo, ku shfa jem që ti... Shka ko faj femër nëse e ki kjerin e mire, Kazana shka tha sot në hogë.
se s'ponalesh me këtë. Kosh. Ndalo, pra. Jo, po shka ka faj femra nëse një mashkull i ka kushtet e mira, ajo është normale. Pse tani duhet me thonë? Është shumë e thonë? qartë qëndrimi jot se është e rëndësishme edhe mu kuptu çka po flisë. Jena tu kuptu shumë mira, si tu kuptu të shikusi, se... Jemi të folë për Shën Valentinin për një temë të caktua në jetën e gjithë se cilit, jepni sa ma shumë dashuri, sa ma shumë knatësi, jo interes, jo princesha, jo festohet Shën Valentini A ma këtëni kamerën? A festohet Shën Valentini pa dashni, pa dashuri? Po që të durë më kanë metë. Se në momentin kur se ki qa datë të rëndësishme, kur nuk e ki qa datë të rëndësishme, asë një ditë nuk e ki Valentin. E vërtet edhe më pajtona. Nëse më shkun të shtime tja të rejta. Unë e pajtona me jap dashni, me dhuru dashni, mi dash njerëzit gjatë gjithë vitit edhe tash në fillim të emisionit. Veç kur t'jena aty me kërtë mirë të adhez fitilin. Po ani që që ki kushtet e mira, ti me pas kerin e mirë, shka të kom fajone? Nëse ti ki kushtet e mira, i këzojnë Ardita pas ka një kriter tjetër, që është këtë gjinisë. Qëtësia shpirtrore. Me konë i menqëm, me karakter të mirë, të pastër, me ditë qka po folë, me ditë qësh për rënë, qësh për trajton. Jo këtë gjitha femën e dojnë me pas një mashkull të tjerë. Kirin e ka për nashtaj qka të bërë masane me atë kërë. Dhe me thonë e du një person, si person jo që ka kërë, të mirë ose të kesh. E ka të kesh, e ka të kesh. Ka lidhe me Shaja dhe me kanë një mashkull që është stabil, po me kam tokë që është stabil, që kam njën e komunikimit, që të respekton, që të vlerëson. Fatkecisht pikëshyrin tash me kjerët mira, kështu që mos u mashtroni, se kjerët i kanë vesh një muj. Ani letjanisë me blegull vdysha, mos dalin me kjerë, shka kanë faj femnat. Shumë bre lakminë, se sanë. Zoj, se e kom përshtypën që mundesh edhe mu kesh kuptu pak, dhe më thonë në këtë pikë. Pra, unë sa po kuptoj, ti, për me përmbledh, po thu që sot nuk ka dashni të sinqert. Jo. Meshkut janë më shumë princesha, po e thu, edhe është kjo tentativa që edhe meshkut, me këtë promovimin e luksit që po e bëjnë për shkak për të ranë sy të femrat. Une jam për atë Sharona dhe njëherë nëse mos ndodhë me kesh kuptu. Unë jam me atë që mashkulli duhet me të vlerësu, duhet me të respektu, duhet me të dhuru dashni edhe unë jam për dashnin, unë e du dashnin. Nëse një qef nuk duhen bashk, mos të bëhen bashk ma mirë. Tash, kur kalum të pjesa tjetër e interesit, unë e po thëmë që qikat nuk kam faj nëse një mashkull i ka kushtet, edhe nuk kam faj nëse një mashkull të shohët ja merë kjerin shokut edhe del me rajt atë qikën. Jo që nështë ka edhe femrat që mujnë më rajt, po edhe nuk ka faj ajo. Sha ka faj nëse një mashkull i ka kushtet. Por unë jam me atë që mashkullin duhet me të këshyrë nëse të bëmu një mirë, nëse ti ndihesh e vlerësum, nëse ti e gjenë paqen shpirtërore me qatë mashkull, vazhdo, lej kushtet. Unë jam veç me parimin që një kushtet, ajo është në regull, është bonus. Unë rini on pleçni. Po më s'këshër kërë. Po faktikisht pikëshyrin me tjetër. Ka njerës edhe është e ditën, dikur kam pas, e mas një kohë nuk kanë. E vërtet. O që kja, që Na kena pas rastë, na dina shumë rastë të tila. Arma ma e fort është kjerë, ja? Kjerë, si ta shojnë kjerë, femnat, pas ka pare kë, hajde. Ka femna ashtu dhe... Po, jarë ditë më mërë. Po qka, qashtu është? Vjeni të sjellë në publik shumë urejtje. Po s'harojmë ardi që sot edhe shumë femna i kanë bo kjerët edhe vetë, e ka standardin e lartë, edhe është gjithështë e kuptushme që nuk donë me ullë standardin e vetë. Ardit, ta shë dhe la po i këshyrëm qarë kjerë e kanë. A i ke po. Se unë se këshyre. Ta shë dhe na shkanë dojnë më marë. Flasim edhe për diçka tjetër. Veç atë kujtua që ka pason tajna. Që ka pason ma mirë, tajna pason ma mirë koj në lambo se sa koj në kamjan. Kur ta këshyrish, realitet është okej. Por one nuk jam për interes. Nuk se për qarë. Tajna është në zoja vetës kam ri vetë. Që atë duhet me thonë që ka shumë qika që sot ka herë gjikojnë punën e influencerës, për shkak se sot është orë një kohë shumë e mirë që qikat si blogerë, si influencere, me bashkëpunime me sene, arrin me pas rrugën e vetë, edhe mi pas kushtet e veta, dhe normal që ato mund me ta zgjedhë cili mashkull dojnë. Me kom tokë. Me kom tokë pa tjetër. Se Enisi vazhdimisht po e kritikon këtë, po mos harrojmë Enis që edhe atë që ka ne po shojmë, edhe fenomenet, madje Benitez ju tha drejt për drejt në Big Brother. Ti të gjitha këto i ke arrit me sponsor. Përshtypja që është kriju në opinionin publik.
Pojenta është ti çka një në zamër, që kjo është. Te intervista e Benitës dashta me unal, kur ka qenë këtu Benita në interviste na para se me pas famën e Big Brother, ka thonë unë e kom shumë shtirë me rënë dashni me dikën se njerëz më shohin për interes. Për shkak të famës që e kam, për shkak këtyre deklaratave që ka bobuj. Do me thonë edhe femnat e vujt njëjtin sen. Se ka shumë meshkuj që rinë me femna për interes. Qoftë për një pozitë që e ka, qoftë për vëmendje. Ky është një shembull, nëse po thuhet që ajo shkrihet mas Klodit, kjo është një shembull, se edhe nëse Benita do këtë bukure, se një femën tjetër do këtë bukure, ka famën, i ka renet e veta, i ka paret e veta, ajo e lyp me gjithë gjendjen shpirtërore ku i flenë zemra të një mashkull që e kuptoj. Të qaja jam me dhone. Edhe meshkujt janë duke u gjykuar, dhe më thonë edhe një djalë, një burë që i ka kushtet, ka një lloj gjykimi, lidhet me atë, nga i mori këto para e gjëra të tilla. Pra tashmë është kriju një lloj standardi për të dyja palët, që ka dyshime. Po, prandaj. Shike bu që atu pare, femna, që ka bu? Tash një femër me muzikë, tjetra me qka i ka bu, që i ka mri tani mi bu vetë. Mos të harrojmë që ka edhe të rritë të cilët edhe i kanë kushtet familjare. Shumë po diskutojnë që të tema jena shumë shoshni para gjykuce. Po let jeton njeri për veti, për qefet veta. Duke u diskutua, largohen këto para gjykime. Veç me mund me qëllu ka herë, konsideroj që me konë person si one, qështo me konë tokë. Valojnë që tu me ndime... Në fakti për momentin i kin karike. Deri që nashtë dhe më shumë i patë. Atëre si përfundim, për ata të dashuruar që janë në këto momente se kuptova që ju si jeni të dashuruar. Jo, valla. Isha dhe dashuromi për bajra. Printemi, motrat, vlezrit edhe ata që më dojnë edhe unë i du. Jeni të mirë se ardhur, kush më donë edhe unë e du. A ka brëma knajtësi si me dash dikon? S'ka për besë. S'ka për besë. Unë e du shumë dashni. Unë e jetoj për dashni. S'ka si dashnia. Apo duhem. Ama zoj, ajta ta diçka të rëndësishme. Ma mirë me dasht, a me ka një dasht? Jo, dy ashme me me dasht apo ti me dasht? Gjithmonë dyja. Ti që shëta? Pak e rëndësishme ma mirë se Me dasht. me dasht, në thash edhe me Edhe me dasht, dyja. Në momentin që ti e dënë dikon, në momentin që ti e dënë dikon, normal që kime prit qatë dashni me të këthy, edhe nëse të e shti lëndosh, kështë që e mira është me jap dashni, me dasht, me gjithë vetën, me gjithë vetën. Dashni pa kushte, si për të dema. Dërani sa ma shumë dashni. Ama që janis në edhe pak me folj për dashni, unë janis i kaj. Qaj se funcionale. A përshë, kejtë fasada, Bibian. Jo, s'është fasada, pse? Fol, edhe këne në momentin Kalzoja mirë poshtë, zotës e deqë thash, ka shto thonë që duhet me dasht pa interes, duhet me gjithë gjendjen shpetrore, që to këtë ka shkajta. Po të provokon me njëse. Jam kon. Ja, nëse e kur një gjithë nuk të heke dashuria. Nëse e kur për një me dashurume, je gjithë Unë jam kon për një me dashurume, dhe mu më kanë me të sopat e dashnjës. Atu mesin pa tjetër. Ani une jam për që të jam për jam dashni. Mozaiku me bobashk. Pse me babash? Nëse menon që ke dhejtë, ajo dashni që së shmo, Ajo dashurume na dashnia? ajo dashni që së shmo nuk do më hanë që mu mi ka u puzzle. A Dashni vëdhe, ka me kajtë zojën. unë jam kanë, po nuk jam. Si e mo, a? Jo, unë jam me dashurume në vete momentale. Për shapo do me kajtë? Këtë po që është e sigur. Kur të preken këto tema, normal që ti je ma indishëm, pëse mos me kajtë më për dashni, dashnia është e mirë. dush me desh Hajde. Na duhet me përfundu, se i kemi edhe një të O, tjetër ako ma knajtësi se me dash dikon. Duje. Kjo mesazhi. Shkurtin, Kurse do djeni vetës se gjithë do s'ka na jepni kenë. sa ma shumë pi vetës, jepni për dikon që kur e menon që ja ka vlejt. Jepni për që ato që të flenë zemrat, e qaj që të flenë zemrat që e gjenë qëtësin shpirtërore, relativ. Jepni dashni për ata që t'jep dashni. Qaj që t'jep dashni, jepi dashuri. Qaj është ma e mira. Hajde, me këtë mesazh të përmbyllim. Edhe pik u kry. U kry, me këtë temë falënderit që erdhet. Edhe më falë, ka që kesha. Çdo jo, po vina se po E kemi ndërprerje shumë të